Bibla ime. Dhe është fjala e Perëndis. Zoti thot në Bibël se ai është një atë i mirë, që ai është premtim mbajtës, është rrugë hapës. Dhe ai ka bërë gati një festë për mua në 2026. Ai është autori i jetës. Unë e kam jetën dhe e kam me bollak. Perëndia më do. Ai është i kudo ndodhur, por ai e shfaq lavdinë e tij atje ku ai nderohet. Dhe unë e marr këtë vendim sot, që nga sot e në vazhdim, unë do të nderoj Perëndin me jetën time, me fjalët e mia dhe me veprat e mia. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Ne do të flasim sot ec me Perëndin, folëm javën e shkuar që ne do të ecim me Perëndin. Edhe tema për sot për ata që mbajnë shënim është festo me atin Perëndi. Pra gjatë kohës që ti ecën me Zotin, ti bisedon me Zotin, ti jeton me Zotin, por ti edhe feston me Zotin, sepse Zoti thot në fjalën e tij, në Bibël, që ai ka përgatitur një fest për ne. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të ecim me Perëndin, të jetojmë në të dhe me të. Pra nuk jemi vetëm, ne ecim bashkë me Zotin. Ne jemi duke folur që nga java e shkuar për të ecur me Perëndin. Ne pamë se si Enoku dhe gjithë heronjtë e Biblës ecën me Perëndin për gjatë gjithë jetës së tyre. Bibla është një libër i vërtet që na tregon dhe dobësitë e tyre. Pra ata ecën me Perëndin, po kishin dhe dobësi. Nuk është si ata libra që thotë që jo, profetët s'kishin asnjë mëkat. Është gabim. Profetët ishin njerëz mëkatar si ty dhe si unë. Elia, thot Jakobi, ishte një njeri i dobët, njësoj si ne. Por ai eci me Perëndin. Kur ai eci me Perëndin, ju lut Zotit dhe qielli ndali shiun dhe pastaj qielli solli shiun. Ecja me Perëndin nuk është vetëm për një kohë, por ajo do të ndikojë gjithë përjetësinë tonë. Ne pam se si Enoku eci 300 vite me Zotin. Prandaj ne nuk duhet që të ecim 5 vite dhe të ndalojmë, të ecim 10 vite dhe të ndalojmë dhe pastaj themi shiko, eca shumë. Jo, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Deri ditën që do vdesim, ne kemi nevojë të njohim Jezusin më shumë. Apostulli Paul thotë që tani ne njohim si në pasqyrë, tani ne shikojmë trubull, po kur të vemi me Zotin atje do të marrim vesh gjithçka. Prandaj deri ditën që ti do vdesësh apo unë, është dita ku ne do bashkohemi me Perëndin. Deri në atë ditë ne kemi nevojë të njohim Zotin, ne kemi nevojë të ecim me Perëndin. Pra, nuk mund të thuash jam i ri, do jetoj jetën time, jam plak, nuk i duhem njeriu. Jo, Zoti nuk mendon kështu. Ai do që ti të ecësh me Perëndin. Ndërsa Abrahami u quajt ati i kombeve, dhe Davidi gjithashtu u quajt njeri sipas zemrës së Perëndis. Kjo është ajo që unë dua të njihem, ti njihem si një njeri sipas zemrës së Zotit dhe të njihem si një njeri ati i kombit. Shoqëro me Jezusin që këto gjëra të ndodhin me ty. Si do ti që të njihesh? A ke dëshirë ti që të njihesh si një njeri sipas zemrës së Zotit? Nëse po, atëherë ec me Zotin. Por që të ecësh me Zotin duhet të kemi disa gjëra që duhet mësojmë. Dhe sot do të mësojmë gjëja e parë. Pra, nëse bani shënim, pika e parë është kjo, njohja e atit. Ne thamë që ne besojmë në Perëndin Atë, Birë dhe Shpirti Shenjtë, ose Frymë e Shenjtë, dhe gjëja kryesore është që ne duhet ta njohim atë. Shumë njerëz e refuzojnë sepse nuk e njohin. Tani pse ti nuk e njeh, nuk do thotë që nuk ekziston. Është njësoj që piloti është në avion, por ti nuk e shikon pilotin dhe ti thua që ky avioni s'ka pilot. Është
gabimi njerëzor, sepse ne fusim arsyen njerëzore. Kush është ai? Ai është personi i parë që ne duhet të njohim dhe kuptojmë. Ne duhet të kuptojmë se ai është një atë i mirë, është një atë i dashur, ai është për ne dhe pro nesh. Ai nuk është kundër nesh. Çdo dhurat e mirë dhe e pëlqyer vjen nga kush? Nga Ati i dritave. Ai është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësire. Shpeshherë dëgjojmë ne që thonë Perëndia mund të bëjë gjithçka. Perëndia nuk bën gjithçka. Pse? Se Perëndia nuk bën mëkat. Perëndia nuk gënjen. Perëndia nuk bën gjëra të këqija. Perëndia di vetëm të bëjë gjëra të mira. Prandaj është diçka që ne duhet ta kuptojmë. Ai nuk është kundër nesh. Perëndia është një atë i mirë. Çfarë bën një atë? Një atë siguron për familjen e vet. Mbron dhe drejton familjen e tij. Dëgjon, lufton për ne dhe dërgon përgjigje. Pra kur ne i lutemi Atit, dhe kjo është një nga problemet që shumë njerëz nuk e kuptojnë takimin e lutjes, është ky që nuk janë të sigurt nëse Ati do t'i dëgjojë apo jo. Dhe vendosin takimin e lutjes në plan të dytë ose të tretë, kam kohë ose s'kam kohë. Në vend që duhet të luftojnë që të shkojnë te ky takim. Pse? Sepse ky është prioriteti ynë, që ne do t'i flasim Atit, dhe Ati do na dëgjojë. Ne do të lutemi për situatën e përmbytjeve, ne do të lutemi për njerëzit që janë sëmur, ne do lutemi për nevojat tona dhe do kërkojmë që lavdia e Zotit të shfaqet. Ati jep premtime, por nuk janë premtime bosh. Ai mban premtimet, sepse ai është premtim mbajtës. Ati premtoi Jezusin, Ati premtoi frymën e shenjtë dhe kjo u realizua. Jezusi erdhi për të na shpëtuar ne dhe për të qenë modeli se si ne duhet të ndjekim Atin. Po kur Jezusi iku lart në qiell, ai tha, prisni premtimin e Atit. Kush ishte? Ishte fryma i shenjtë. Dhe ai është Perëndia në ne, që jeton gjithmonë me ne. Ne duhet të qëndrojmë fort me besim në premtimet e Atit, që të shikojmë realizimin e tyre. Ne duhet të kemi një marrëdhënie me Atin. Mateu kapitulli 6, vargjet 8 deri në 10, fjala e Zotit na mëson se si mund ta kemi ne këtë marrëdhënie. Tani Jezusi lutjen shembullore nuk e dha që ne ta recitojmë, bëhesh atëherë këtë lutje dhe je okay, kjo është gabim. Ne duhet ta studiojmë çfarë po kërkon Jezusi aty nga dishepujt e tyre, e tij. Mos u bëni pra si paganët, si të pabesët, si të pafet, si ata që nuk besojnë fare te Zoti. Sepse Ati kujt? Ati juaj. Thoni një tjetër, Ati yt i di gjërat e tua. Para se sa ti t'ja kërkosh. A i di nevojat e tua? Dhe i di nevojat e mia. Tani, në kohën e Jezusit, paganët ishin romakët. Qa bënë romakët? Çdo nevojë, ata kishin një perëndi. Mos e bëj nevojën tënde perëndin tënde. Kur ti e ke mendjen te nevoja jote, o bobo, të ngrënët, qëraja, shtëpia, edhe shumë gjëra të tjera që mund të listojmë sot, dhe nuk e ke vëmendjen te Zoti, kjo nevojë është kthyer Zot për ty. Është kthyer në një idhull për të cilin ti duhet ta shkatrosh dhe të kthehesh dhe të adhurosh Atin tënd. Pranoje Perëndin si Atin tënd. Tani ka një problem këtu. Unë dhe Ida kemi punuar para disa vitesh me një fondacion si prindër mësues. Kemi pasur disa vajza që dikush kishte përsuar për dhunim që e vogël. Dikujt i kishin vrarë prindërit në sy dhe kishin trauma në jetën e tyre. Një ditë të bukur unë i them, dëgjoj, Xhaxhi Biku e di që ju nuk e kuptoni dot këto që po them unë. Pse? Sepse figura e Atit në jetën tuaj është e shkatruar. Ne kemi shumë burra që janë pianec,
ne kemi shumë burra që marrin drogë dhe janë drogaxhi, dhe ne kemi shumë burra që bëjnë sherr dhe shamat, dhunë. Dhe duke bërë këtë gjë, Zoti i dha Abrahamit që të quajë çfarë? Ati i kombeve. Dhe Abrahami është ati perfekt për sa i përket njerëzve, sepse ai u përpoq t'i ngjante kujt? Perëndis. Tani, burrat nuk e kanë prezantuar Zotin siç duhet. Prandaj erdhi Jezusi. Dhe Jezusi është shembulli se si ne mund të njohim Atin. Përmes Jezusit ne njohim Atin. Prandaj, nëse ti do pranosh Perëndin si Atin tënd, ai nuk do të rrafi, ai nuk do të qortoj, ai nuk do të gjykoj ose para gjykoj, por ai do të japi fjalën e tij, do të japi fuqinë, do të japi hirin, mëshirën që të ndryshojë komplet gjendjen tënde. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të pranojmë. Dhe Jezusi tha, ju pra lutuni kështu: Aty ynë që jeni qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Si është vullneti i Atit në qiell? Në qiell nuk ka sëmundje, nuk ka debate, nuk ka grindje, nuk ka shere, nuk ka mungesë. Ky është vullneti i Atit që Jezusi tha që ne mund ta zbresim në tokë. Kur ti nje Atin, kush është Ati? Kur ti nje qiellin, kush është qielli? Kur ti nje që ndërmjetës ti është Jezusi dhe në emër të Jezusit ti shkon tek Ati, ti ke autoritet të zbresësh qiellin në tokë. Çfarë po pret? Zbrite qiellin në tokën tënde. Zbrite qiellin në jetën tënde. Pra, ajo që dua që të mësoni sot është të zbrisni vullnetin e Atit nga qielli në tokë. Ne kemi nevojë që të kemi një zbulesë nga fryma e shenjtë. Jezusi na tregoi lutjen shembullore dhe na tregoi se kush është Ati. Ai është i mirë, ai është i dashur, i pastër, i shenjtë. Ati nuk gënjen, Ati është i drejtë me të gjithë ne. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi tek gjërat që janë lart në qiell, kryesorja. Dhe kur ne përqendrohemi tek Ati, ne japim lavdi Atij. Shpeshherë njerëzit më thon, pastor, unë nuk di si të lutem. Nuk ka nevojë për shumë fjalë, thjesht i thua, Zot, ti je i dashur, ti je i mirë, ti je i drejtë, ti je i shenjtë, nuk ka pa drejtësi tek ti, je e vërteta për mua. Këto janë fjalë se si ti mund të adhurosh Zotin. Një ditë po bisedoja me Noemi dhe tha, po ne adhurojmë Zotin te kisha me këngë. Shumë mirë, adhurojmë Zotin me këngë, por duhet të adhurojmë dhe me fjalë. Pra, ne duhet të mësojmë në lutjen tonë personale si të nderojmë dhe të adhurojmë Zotin. Sepse Perëndia është i kudo ndodhur, por e shfaq lavdinë e tij kur ne marrim një vendim, kur ne marrim një përkushtim në zemër për ta njohur atë dhe për t'i dhënë lavdi Atij. Shkrimi i shenjtë thotë që të gjitha premtimet e Perëndis janë po dhe amen ku? Në Krishtin Jezus. Për lavdi të Perëndis Atë, nëpërmjet kujt? Nëpërmjet nesh. Pra ne japim lavdi Perëndis. Ati e di fundin që në fillim dhe ka një plan të përsosur për secilin prej nesh. Gjëja më e rëndësishme për ne është të kemi bashkësi me Perëndin Atë, përmes birit që është fjala e Perëndis dhe frymës së shenjtë. Pra nuk mund të ndash dot njërin nga tjetri. Perëndia është një Perëndi, por është shfaqur në 3 persona. Gjoni kapitulli 11 vargu 41 dhe 42 fjala e Perëndis thotë: Atëherë ata e hoqën gurin prej vendit ku ishte shtrirë Jozefi, që ishte i vdekur, dhe Jezusi ngriti syt lart dhe tha, dëgjojnë me vëmendje: O Atë, të falenderoj që më ke dëgjuar. Le ta themi të gjithë. O Atë, të falenderoj që më ke dëgjuar. Problemi ynë është që ne nuk e dim nëse Zoti na dëgjon apo jo. Edhe themi, a do ta bëj Ati këtë për mua? A do të ndodhi kjo me të vërtetë? Kur ti dëgjon pastorin këtu sa jeni sa thua, o sa bukur foli, më pëlqeu, më preku.
Lavdi Zotit ne jemi me emocione, let na preki, let na gëzoj. Por, kur del atje të ndimi vjen, a të dëgjoj vërtet atit? Shikoni çfarë thot Jezusi. O atë, të falenderoj që më ke dëgjuar. Thuaj atit, atë, unë të falenderoj që ti më ke dëgjuar. Ti i di nevojat e mia. Dhe ti tashmë i ke plotësuar ato. Thjesht duhet të vinë në dukje. Unë lutem në emrin e Jezusit që plotësia jote, përmbushja jote, Zot, le të shfaqet në jetën time dhe le të shfaqet sot në kishën tonë. Na jep këtë zbulesë që ne të gjithë ta kuptojmë. Amen. Dhe vargu 42 Jezusi thot: unë e dija mirë se ti gjithnjë më dëgjon. Wow! Jezusi e dinte që ati e dëgjon. Pyetje, a e di ti që ati të dëgjon ty? Pse Jezusi erdhi për mua dhe për ty, sepse dikush mund të thoj, shumë mirë që u përgjigje. Jezusi mund të thoj, dikush mund të thoj, më falni, jo Jezusi, që pse më bën këtë pyetje o pastor? Sepse ne shpeshherë nuk e dim që ai na dëgjon. Prandaj është e rëndësishme që ne ta dim se ai më dëgjon gjithnjë. Por i kam thënë këto që turma që është rreth nesh të besojnë se ti më ke dërguar. Shumë njerëz pyesin, po nëse Jezusi ishte Perëndia, a nuk e dinte ai që do ndodhte kjo? A nuk e dinte? Ora ai dinte, ka marrë fund muhabeti, Jezusi di të gjithën. Problemi është që ai do që turma, njerëzit që e ndiqnin ta kuptonin pse po e ndiqnin. Kjo është arsye që ne të ndjekim Jezusin dhe të bëjmë si ai. Nëse ai ishte i sigurt që ati e dëgjonte, ti je i sigurt që ati të dëgjon? Nëse je i sigurt, vazhdo dhe ec me Zotin. Pika e dytë që ne duhet të mësojmë sot është kjo. Ati na jep identitetin ton në Krishtin. Është shumë e rëndësishme figura e babait në familje, edhe atit, pse? Sepse ajo jep identitet. Kur e kam kuptuar këtë gjë, si Noemin, si Emanuelin, unë i kam nxjerrë që të vegjël para pasqyrës dhe i kam thënë, ti je i bekuar, ti je dritë, ti je krip, shiko sa e bukur je, shiko sa i mirë je, dhe gjitha këto gjëra janë rrënjosur në zemrën e tyre, sa ndonjëherë kur unë nxehem dhe gaboj, i them ndonjë fjalë, ata më thonë, jo, nuk jam kjo që po thua ti, po jam ajo që më ke thënë para pasqyrës. Është shumë e rëndësishme që ne t'i japim identitet fëmijëve tanë. Dhe është shumë e rëndësishme që ne pasaj të kuptojmë që aty në Krishtin, jo jashtë Krishtit. Prandaj Jezusi tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Nuk ka rrugë tjetër për te ati përveç Jezusit. Nuk mund të shkosh ti duke therrur kafsh. Nuk mund të shkosh ti duke ular edhe 100 herë në ditë, jo 5 herë. Nuk mund të shkosh duke ulur 5 herë në gjunjë në ditë. Haroj këtë muhabet. Ti do shkosh vetëm për shkak të gjakut të Jezusit. Dhe në Krishtin, Perëndia atë banon me gjithë plotësinë e tij brenda nesh. Dhe kjo na bën ne që të jemi bij të Perëndisë. Dhe kjo na jep ne siguri si fëmijë të tij, sipas Gjonit 1:12. Të gjithë atyre që pranuan dhe besuan në emrin e tij, ai dha çfarë? Pushtetin dhe autoritetin që të jenë fëmijë të Perëndisë. Thoni njëri tjetër, ti je fëmijë i Perëndisë. Jetosi i tillë. Sepse plotësia e Perëndisë banon brenda teje. Dhe ky është statusi më i lartë që Perëndia të ka dhënë ty. Dhe kjo të ka dhënë të drejtën që ti të thërasësh Aba o Atë. Amen. Haleluja. Tani si bi, nuk jemi më
në sklevër, ne ishim sklevër të mëkatit, por Krishti na bëri të lirë. Tani unë jam i lirë. Tani a duhet i shërbej Zotit unë me që jam i lirë apo jo? Se ka ca njerëz që thonë Zoti bën vetë gjëra. Jo, ca gjëra ne ka lënë ne të bëjmë. Predikimi i Ungjillit, lutja, dhënia, dashuria që duhet i japim njëri tjetrit, na i ka lënë Zoti përgjegjësi që ne duhet i bëjmë. Ne i shërbejmë Atit tani, jo nga pozicioni i sklavit, por nga pozicioni i birësimit dhe autoritetit të fëmijës, që ai na ka dhënë, jo nga detyrimi dhe as nga përfitimi, por çfarë? Ne shërbejmë nga dashuria. Ne i përgjigjemi dashurisë së Atit. Perëndia Atë e deshi aq shumë botën, e deshi aq shumë sa briun, sa që dha birin e tij që vdiq në kryq për mua. Tani unë e dua Perëndin, po si e tregoj unë dashurinë time ndaj Perëndis, duke i shërbyer Perëndis. Jo duke kërkuar qefet e mia, por duke i shërbyer Zotit. 3. Ne do të kemi një dieni ose ndërgjegjësim që buron nga fjala e Perëndis dhe nga zbulesa e frymës së shenjtë për njohjen e Atit. Askush nuk mund të thotë dot Jezusi është Zot veçse në frymën e shenjtë. Dhe kushdo që ka frymën e shenjtë të Bibla nuk mund ta thotë dot mallkuar qoftë Krishti. Ata që e shajnë Krishtin nuk e kanë frymën e shenjtë. Shumë njerëz kërkojnë ta asetojnë me pyetje me gjëra po. Se kupton dot. Ka një rrugë. Ti pranon Krishtin së pari, merr frymën e shenjtë së dyti dhe pastaj njeh Atin. Nuk mund të takohesh me unë jamin nëse ti nuk ecën në rrugën e Jezusit. Ne duhet të lejojmë që prezenca e Perëndis në jetën tonë të ndryshojë mënyrën se si ne mendojmë dhe se si ne i shikojmë gjërat. Kur vjen një mendim negativ, ti kundërshtoje dhe thuaj jo, unë e njoh Atin tim dhe e zvendëson mendimin me një varg që bazohet në fjalën e Zotit. Prandaj ne kështu njohim kush është vullneti i Atit në jetën tonë dhe marrim prezencën e Tij. 4. Asnjë problem nuk është më i madh se Zoti. Pra ne kemi nevojë të dimë ta dimë këtë gjë dhe ta fiksojmë që asnjë problem nuk është më i madh se Zoti. Ati është krijuesi i universit dhe ai është premtimbajtës. Zoti ka premtuar se në ditët e fundit do të jenë më të mira se të mëparshmet. Besojeni. Thoni njëri tjetrit, ditët e tua të fundit do të jenë më të mira se sa ato që ke kaluar. Nuk ka asnjë problem më të madh se Zoti yt. Jezusi është përgjigjja e Atit për çdo problem që ti ke. Ai është rrughapës. Tani kuptoni këtë gjë. Nëse ke një problem, ka një përgjigje. Kush është përgjigjja? Jezusi. 5. Ati ka përgatitur një fest për ty. Hyr në këtë fest. Shpeshherë ne gëzohemi kur të tjerët festojnë për Atin, ose kur shikojmë njerëz që kërcejnë, edhe lavdërojnë Zotin, o sa mirë bën ai. Pastaj po trim shumë me dorën në xhep. I lumt kush e di sa ka batuar Zoti këtë. Ti nuk e di sa probleme mund të ketë ai person. Po çfarë ke vendosur ta adhurosh Zotin? Adhuroje Zotin, lavdëroje Zotin. Je aktiv, edhe ti do të bekohesh. Në shëmbëtyrën e djalit plankprishës, Jezusi zbulon zemrën e Atit. Dhe është një At që pret kthimin tonë. Ne mund të jetojmë për një farë kohë me Zotin. Edhe ka shpeshherë kemi parë besimtarë që mbas një farë kohë janë lodhur dhe kanë shkuar në mëkat. Ajo prishja e pasurisë dhe shkuarja tek lluca e derave
ka kuptimin të pisliku dhe mëkati është kaq i poshtër, kaq i pist, sa s'ka më ku të vej. Por në çdo moment që ne mund të kthehemi tek Zoti, ai na pret me çfarë? Me krah hapur. Amen. Thoni njëri tjetrit, Perëndia po të pret? Me krah hapur. Ktheu tek zemra e tij. Edhe në qoftë se ndodhesh në beteja, dhe në qoftë se ndodhesh në lugina, në balt, ktheu tek Ati. Ai ka gati një festë për ty. Edhe në qoftë se rrethanat janë kundër teje, edhe në qoftë se simptomat janë kundër teje, kërkoje Ati. Tani tek djali planprishës ne kemi një moment kur ky djali ishte për muaj të tërë pangrën dhe ante ushqimin e derave. Por fjala thot, ai erdhi në vete. Ne duhet të vim në vete. Bibla gjithashtu në bën thirrje që mos të jemi të dehur, por të jemi esur. Pse? Sepse mund të dehemi kollaj me verën e kësaj bote, me mënyrën se si kjo botë jeton. Ne jemi thirrur të jetojmë në vullnetin e Atit dhe jemi thirrur të jetojmë ndryshe. Eja në vete do të thotë ndryshe dhe ndërgjegjësohu. Zgjoje ndërgjegjen. Ka shumë njerëz që i ka vdekur ndërgjegja sot. Prandaj vjedhin, prandaj vrasin, prandaj dhunojnë, prandaj bullizojnë dhe bëjnë gjëra si këto. Pse? Sepse interesat e tyre janë më përpara se sa gjërat e Zotit. Eja në vete. Djali humbi gjithçka për shkak të zgjedhjeve të gabuara. Ne në jetë mund të bëjmë dhe zgjedhje të gabuara. Dhe mund të humbasim. Por fjala thot eja në vete. Kjo do të thotë të kthehesh tek ajo që Perëndia thot se je. Jo tek gënjeshtrat që të quajnë ty të padenj, të quajnë ty inferior, të quajnë ty i kufizuar ose i ngecur, të quajnë ty i pamjaftueshëm. Pra në qoftë se ti ke mendime negative, nuk është vetëm vrasja, nuk është vetëm vjedhja, ka të bëjë edhe me mënyrën se si ne mendojmë, mënyrën se si ti e shikon veten tënde. Nëse ti e shikon veten tënde të padenj, kjo është gabim, ke ngecur në luc, ktheu tek Ati. Pse? Sepse në Krishtin ai ka bërë ty të denj. Në Krishtin ai të ka dhënë ty fuqi që të quhesh biri i Perëndis. Fjala e Zotit thotë pika 7 për sot, ti je një kryevepër dhe je krijuar nga vullneti i Atit. Te Ungjilli i Gjonit, biseda ndërmjet Jezusit dhe Nikodemit, që ishte njeriu më i zgjuar i Izraelit në atë kohë, mësuesi i ligjit, që e dinte komplet vjetën e vjetër përmendsh. Jezusi i thot, ne nuk kemi lindur nga vullneti i burrit dhe i gruas, por ne kemi lindur nga vullneti i Atit tonë në qiell. Ti ke lindur nga vullneti i Atit, ti je krijuar në mënyrë të mrekullueshme dhe ti je një kryevepër, thot Bibla. Por çfarë do një kryevepër që jeton në luts? Çfarë do një kryevepër që jeton në negativitet? Ti do të jetosh në fjalën e Zotit, në atë që fjala e Zotit thot për ty. Disfata, kompromisi, mënyra se si ushqejmë mishin ton, dëshirat mishtore, nuk janë identiteti ynë i vërtet. Jezusi është. Prandaj ne duhet të gjejmë kush jemi ne në Krishtin. Dhe mësimi 8, ndërsa ne njohim Zotin, Zoti sheh besnikërin ton. Ndonjëherë ne bëjmë gjëra për Zotin, ne i shërbejmë Zotit dhe ne mendojmë s'më pas kush. Nëse themi që Zoti është i kudo ndodhur, ai shikon kudo. Dhe Bibla thotë që ai shikon dhe vëzhgon botën. Dhe fjala e Zotit thotë gjithashtu që ai njeh të vetët. E Filipianët thuhet që ai njeh të vetët. Nëse ti beson te Jezusi, Perëndia të njeh ty. Prandaj sot merr zemër. Dhe ndërsa Perëndia të njeh, Perëndia të shikon ty
që ti ngrihesh mbas çdo rënie, të shikon ty duke duruar dhe nuk hakmeresh ndaj atyre që të lëndojnë, ai është gati të thotë ty, le të filloj festa. Zoti ka gati një festë për ty në 2026 dhe festa do të jetë më e madhe nga sa ti ke menduar. Jo vetëm që do të dalësh nga vështirësia, por do të dalësh më mirë se sa më parë. Jo vetëm që do të mbijetosh betejës, por do të shohësh dyfishin e shpërblimit të Zotit, një vajosje dyfish që është duke u derdhur nga qielli mbi ty. Çfarë do të bëj unë? Mësimi numër 9 sot është, do të mësojmë nga Ati të jemi pranues, të pranojmë dhuratën e Atit. Ji pranues, mëso të festosh, mos e vetë saboto planin e Zotit në jetën tënde. As djalli nuk mund të sabotoj planin e Zotit në jetën tënde përveç dyshimit tënd. Në qoftë se jeton në dyshim, ke jetuar në luc. Prandaj dil nga luca dhe ec drejt planit të Zotit. Mëshira dhe hiri i tij është e freskët çdo mëngjes. Ai ka planifikuar rikthimin tënd në festë. Ai e kthen zinë në vallëzim. Ai e kthen sëmundjen në shëndet dhe mungesën ku? Në bollëk. Mos ngec në të shkuarën. I mirënjohës për atë që Zoti ka bërë, por shko aty ku ai po vepron tani. Ai bën gjëra të reja, ai ndryshon stinët dhe hap dyer të reja për rritje dhe për bekim. Problemi është që shpeshherë ne qëndrojmë dhe trokasim te dyert e vjetra. Pse më mbyll kjo derë? Pse më doli ky gjikant? Pse më doli kjo vështirësi? Nëse ti do të kalosh në tokën e premtuar, do të përballesh me gjigant, do përballesh me lumej, do përballesh me zjarr, do përballesh me sprova dhe me vështirësi. Por kur ti qëndron besnik Atit Perëndit, kur ti qëndron në marrëdhënie, kur ti qëndron në shoqëri me Zotin, ti do hysh në tokën e premtuar. Dhe çfarë ka toka e premtuar? Atje ku rrjedh qumshti dhe mjalti. Kur vjen bekimi, Perëndia është një akt i mirë dhe ai nuk do t'japi ty gur në vend të bukës. Ai nuk do t'japi gjarpër në vend të peshkut. Ati ka siguruar për ty bukë dhe peshk. Detyra jote është të zbulosh kush është guri dhe kush është peshku yt. Sepse Zoti tashmë e ka siguruar të. Përfundohe garën tënde duke ecur dhe duke jetuar në të. Ec dhe jeto me Perëndin, sepse festa jote sapo ka filluar. Mëso të festosh, mëso të jetosh, ndryshoje mënyrën e të jetuarit, ndoshta deri tani ke mësuar një mënyrë tjetër të jetuarit. Sot ka ardhur koha që ti të kapesh dorë për dorë me Atin, me Birin dhe me Frymën e Shenjtë dhe të festosh dhe të gëzohesh. Mëso të gëzohesh në jetën tënde. Mëso që të kesh gëzim. Gëzimi i Zotit është forca jonë. Dhe kjo nuk është thjesht një përsëritje ose një retorikë që hajde do ta themi se na e tha pastori. Mos e bëj. Por thuaje me besim dhe fillo dhe kërce. Dhe fillo dhe festo. Që kur ti ikësh nga kjo sallë thua unë do festoj sot. Lavdi Zotit. Nevojat e mia janë si janë. Punë madhe. Unë do festoj sepse Ati ka plotësuar. Unë e njoh planin dhe vullnetin e Atit. Edhe lutu që Fryma e Shenjtë të zbulojë këtë gjë. Qëndro ngushtë me Biblën, lexoje Biblën, medito mbi fjalën e Zotit, kërko në fjalën e Zotit dhe ti do gjesh përgjigjet e jetës tënde. Amen. Haleluja. Le të çohemi në këmbë dhe le të lutemi. Haleluja, Zot. Le të ngrejmë duart lart, le të kërkojmë prezencën e Frymës së Shenjtë. Frymë e Shenjtë eja tani. Haleluja, Zot. Atë ne të falenderojmë, Zot, për atë që ti je, Zot. Ti je i mirë, ti je i dashur, Zot.
Ti kujdesesh për nezët, ti ke krahët hapur Zot për nezët. Prandaj unë lutem tani Zot që prezenca e frymës shenjtë të vinë në jetën tonë. Frymë e shenjtë eja Zot. Eja dhe na zbulo përmes Biblës rrugën, na zbulo Jezusin, edhe na zbulo Zot se si ne të kemi bashkësi me Atin. Bashkësia e Atit sjell shërim nga plagët, korrigjon identitetin ton. Ndoshta gjatë jetës ti mund të kesh marrë nga eksperiencat një identitet të gabuar, njerëzit mund të kenë shgënjur dhe kjo mund të jetë bërë identiteti yt që unë gjithmonë shgënjem. Por me Atin nuk është kështu. Ati do sjellë shërim. Ati ka investuar dhe ka depozituar mbi kishën e tij fuqinë e ringjalljes. Ati ka investuar dhe ka depozituar autoritetin dhe pushtetin që ti të quhesh bir i Perëndis. E njëjta fuqi, njëjti pushteti, njëjti autoritet që ishte në Jezusin është sot në kishën e Jezu Krishtit. Dhe ti je kisha e Zotit. Kisha e Zotit është thirrur që të jetë aktiv. Prandaj sot kërkoje Zotin me fuqinë tënde, edhe me zemrën tënde dhe ki bashkësi me Atin. Thuaj Zotit, Zot, unë dua të vi në vete, më ndihmo të vi në vete. Njësoj si djali plan prishës. Fjala thot që ai erdhi në vete dhe u kujtua për atë që kishte lënë në shtëpinë e Atit. Ai mendonte që Ati do ta dënonte dhe ishte gati për të pranuar çdo dënim. Por në fakt Ati e priti me krah hapur, e puthi edhe pse ai ishte i pist i palar, dhe gjithashtu Ati kishte përgatitur një viç të majm. Perëndia ka përgatitur një bekim të majm për ty. Merre sot këtë, shkarkohe në zemrën tënde, zbrite. Ky është vullneti i Atit që është në qiell, por ne duhet ta shkarkojmë në zemrat tona individuale. Perëndia ka përgatitur një bekim të majm për mua. Thuaj bashkë me mua. Perëndia ka përgatitur një bekim të majm për mua. Perëndia ka përgatitur një mantel lavdije. Dhe ai po më mbështjell, ai po më mbron me mantelin e tij. Perëndia ka përgatitur një unaz nderi. Një unaz fitoreje. Autoriteti. Dhe më shumë se fitimtar. Në emrin e Jezusit. Ai ka vendosur vullën e tij në mua. Unë e shkarkoj këtë në zemrën time. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja.